Në zonat rurale në jug të Shqipërisë, papunësia prek kryesisht gratë dhe vajzat, por në zonën e Antigones në Gjirokastër, një grup grash janë mbledhur së bashku në një qendër të prodhimeve artizanale. Prodhimet e tyre janë nga më të shiturat në tregun turistik. Korespondenti ynë Raimond Kola ishte në këtë qendër dhe përgatiti kronikën. Zonat rurale në jug të Shqipërisë po njohin një zhvillim ekonomik të ngadalë dhe një prej problemeve më të mprehta është punësimi i grave dhe i vajzave. Në fshatin Asem Zeneli në Gjirokastër, vetëm pak kilometra larg qytetit, një grup grash janë mbledhur së bashku për të ngritur një qendër të prodhimeve artizanale. Mirveti është përgjegjësia e kësaj qendre dhe thotë se nisma e grave mbështetet në traditën mjaft të mirë të zonës në punimet në tezgja. 20 gra, ato përfaqësojnë traditën e skaluarës, sepse të gjitha në shtëpi kanë dhe tezgja që kanë dhe këtu. Ne gjatë punojnë gjatë periudhës, jo të gjithë vitin, rreth 3 muaj nuk punojmë, duke prodhuar si gjetera, duke prodhuar rrugica, duke prodhuar çemtora, qyllime, plafe, shumë gjëra. Prodhimet artizanale tregtohen përmes kësaj qendre në disa pika dhe grupi i grave synon ta shtrijë aktivitetin duke punësuar dhe gra dhe vajza të tjera. Mirveti thotë se prodhimet janë të natyrave të ndryshme dhe ndjekin kryesisht motivet shqiptare që pëlqehen edhe shumë nga turistët e huaj. Po të ketë më shumë kërkesa, e të kërkohet më shumë tregu, më shumë do të ndihmoj, se janë disa gra dhe disa familje që marrin me këtë lloj pune. Kërkojmë që të hapen, të ketë më shumë prodhim, të tërhiqet më shumë nga tregu, të ketë më shumë pika shitje. Kryetari i komunës së Antigones, Ylli Muho, thotë se kjo qendër është mbështetur nga komuna pasi nxit punësimin dhe turizmin kulturor në këtë zonë që njihet për parkun arkeologjik të Antigones dhe monumente të shumta. Qendra artizane të Antigones në komunën Antigone përfaqëson ato vlera që kjo komunë, këta banor i kanë manifestuar në vite. Shtrati këtu është i përgatitur. Këtu gati gjitha familjet në komunën Antigones e kanë nga një avlumënd në shtëpi në familjet e tyre dhe gjitha produktet e leshit këto i krijojnë dhe i kanë fantazuar vetë ndër vite. Përmirësimi i rrugës që e lidh me Gjirokastën i ka dhënë kësaj zone një ritëm të ri zhvillimi kohët e fundit, duke nxitur optimizmin për më shumë vizitorë në parkun Antigones dhe për më shumë klient në qendrën e artizanatit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.